Në Lapardato Beratit, fermerët kanë hedhur sy drejt plantacioneve të pjeshkës për industri. Sipërfaqet pushtojnë çdo vit dhe fermerët përkërkojnë të heqin dorë nga arritja e tyre me pesticide. Kthimi i ngarkesave për eksport të mandarinës apo i lule shtrydhes pasi dolën me pesticide të rrezikshme ka detyruar fermerët të heqin dorë nga përdorimi i tyre. Baftiar Çifliku ka mbjell 52 lym pjeshk, madje ka lidhur kontratë për ta shitur në industrinë e përpunimit të frutave për eksport. Prodhimi do të kalojë nëpër analiza të shumta, ndaj garancia për fermerin është përdorimi i plerave organike në pemët frutore. Jeni të sigurt që preparatet që po përdorni janë organike? Janë organike se neve jemi lidhur me pedagogë tjera universitetit. Edhe ai na rekomandon çfarë plot do përdorim, çfarë elme do përdorim, edhe që të na dalin bio. Kështu që ja do fillojmë tani spërkatje, kanë janë dhe plerat për spërkatje, po si më për rrend do marrim për spërkatje, atje i marrim. Përdorimi i preparateve kimike pa kriter, përveç se janë të dëmshme për njeriu, janë edhe të shtrenjta. Specialistët e bujqësisë pohojnë se ato dëmtojnë edhe mjedisin, ndërsa në pemtore ka ndryshime të dukshme që nga cilësia dhe sasia e prodhimit. Fermerët kërkojnë të asistohen nga agronomët pasi nuk kanë njohuri në përdorimin e preparateve të caktuara. Çdo cilësi, domethënë që bota i kërkon analiza toke, detyrohemi tek plerat organik, në të cilat janë më të sigurta, janë më efektuese, domethënë jepin një efekt. Në këtë rast konkret që ne po bëjmë këtë trajtim në këtë fazë, është që të kujdesim më shumë për frutin, që të kemi një zhvillim uniform të frutave, të kemi një rritje të madhësisë të tyre sa më të shpejt, të kemi një shije të mirë sepse grumbullohet sa më shumë sheqer, po kështu ka dhe një pamje të bukur tregtare. Mbi 2000 ton pjeshk nga ky plantacion pritet të merret në muajin qershor dhe gjithë sasia është destinuar për industri. Berati është zona më e madhe e plantacioneve me pjeshk dhe deri më tani prodhimi është për tregun vendas. Me synimet për eksport, këta prodhues po shohin të ndryshojnë mënyrën e rritjes së frutave organike.